Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bën mrekulli, mbështilleni gjurin me një gjete lakre dhe thoni lam të mirë dhimbjeve. Lakra ka një efekt të dobishëm në të gjithë trupin e njeriut. Ajo stimulon butësisht punën e stomaku dhe zorrëve, shëron mukozat, normalizon mikroflorën e zorrëve dhe gjithashtu ndihmon në asimilimin e proteinave. Jo gjithmonë ka nevojë të gatuhet për të përfituar nga vetitë e saj të pabesueshme. Ne këtu do t'ju tregojmë se si ju të përdorni lakrën për të trajtuar dhimbjet e kyçeve. Gjethet e lakrës kanë një efekt analgjezik, kështu që përdoret gjerësisht për shërimin e patologjisë së nyjeve. Lakra lehtëson në dhimbjen pa pasur nevojë për ilaçe. Njerëzit të cilët e kanë provuar e konfirmojnë se është një metodë tepër efektive. Nëse keni ëndje të hindeve të buta rreth kyçeve, lakra mundet gjithashtu që t'ju ndihmojë për shkak të vetive të saj anti-inflamatore. Përveç kësaj mundet që të aktivizojë qarkullimin e gjakut në nyjet e prekura, pra parandalon dhimbjet. Si të përdorni lakrën? Ky trajtim nuk është i komplikuar. Merrni një gjete të mesme lakre dhe lajini me kujdes. Më pas aplikojeni në vendin ku ju ndjeni dhimbje dhe ngjiteni në lëkurën tuaj. Ju mund të merrni më shumë se një gjete në qoftë se ju do të dëshironi. Pasi ta vendosni lakrën në kyçet e dëmtuara, atëherë mbështilleni me një shallë dhe leshi të ngrohtë. Kjo do ta bëjë procedurën akoma edhe më efektive. Mbajini në këtë gjendje për një orë. Është mirë që ta vendosni në darkë para se ju të flini dhe ta hiqni në mëngjes. Efekti do të intensifikohet nëse përdorni lakër me mjaltë. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik dhe gjithashtu cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar këtë dhimbje ju mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mundet që të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe pipirit të kuq djegës mundet që të ndihmojë më shumë nga sa ju mundet që ta imagjinoni. Pipiri i kuq nga ana tjetër shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Juve do t'ju nevojiten 2 lugë pipere dhe gjithashtu një lugë me vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur kështu një masë homogjene dhe më pas aplikojeni atë në zonën tuaj të prekur dhe do të shikoni se në qoftë se e përsërisni këtë gjë 2 herë në ditë për një javë, dhimbjet e gjurit do të jenë larguar si me dorë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjet e gjurit. Mjafton që ju ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë për të paktën disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Në Shqipëri, hithrat janë shumë të përdorura si në gatime ashtu edhe në trajtime për shumë sëmundje. Kjo bimë është përdorur prej sheku edhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të cilat janë të shkaktuara nga poleni dhe pluhuri. Hithrat, fal vetive të tyre diuretike, janë shumë të përdorura edhe për trajtimin e problemeve me veshkat dhe me infeksionet urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar gjithashtu lëngjet e tepërta nga organizmi, duke lehtësuar kështu funksionin e zemrës dhe doli në përfundimin se hithra mundet që të përdorej edhe për trajtimin e artritit, sidomos edhe dhimbjeve të kyçeve. Personat e përfshirë në studim vënë re se pas aplikimit të pastës me gjete hithre të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu ata vënë re se dhimbja ishte njëkohësisht më e paktë tek ata persona të cilët e kishin provuar këtë trajtim të paktën një javor. Përse funksionon kjo kundër dhimbjeve të artritit?
Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave të cilët vuanin nga artriti që thoseshin në saj të përmbajtjes të lartë të serotoninës dhe të histaminës. Kështu, këto dy substanca janë neurotransmitorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se kur hithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur apo çajit, u vure se ajo arrinte të paksonte acidin urik. Ky acid nga ana tjetër mundet që të trajtojë të gjithë problemin i cili gjendet në kockat tuaja dhe ai prodhohet kur organizmi tret proteinat dhe akumulohet në nyja dhe kocka duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje, prandaj e mira është që ju të mos e injoroni. Por si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet të cilat i shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ju ta aplikoni atë direkt në zonën ku ju keni dhimbjet tuaja më të forta. Atëherë, formoni një pastë me gjethe hitrash të shtypura, pra mjafton që ju të shtypni në mikser gjethe të njoma hitrash me pak vaj ulliri dhe të lyeni me të zonën ku juve ju dhëmb. Gjithashtu mbajeni për rreth 5 deri në 10 minuta dhe më pas pastrojeni me një letër dhe shpëlajini mirë. Nëse nuk e duroni dot të djegjen karakteristike të hitrave apo shikoni se lëkura juaj reagon keq ndaj këtij trajtimi, ju mundet që të provoni metoda të tjera. Mjafton që të pini një lugë gjelle me lëng hitre të njomë të paktën 3 herë në ditë për 15 ditë dhe kështu ju do të shikoni ndryshime. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur me gjethe me hithra si të njoma po ashtu edhe të thata, ka aftësi qetësuese të dhimbjeve të cilat janë të shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan të paktën 3 herë në ditë, por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, e mira është që ta përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor, duke qenë se ne e përdorim atë shumë në gatime. Ajo përmban flavonoid, vitamina A dhe enzima antiinflamatore të cilat shërbejnë në mirëqenien e organizmit tuaj. Mirë po, sipas ekspertëve, ju mundet që të përdorni edhe disa kura të tjera natyrale të cilat janë më së efikase. Shtrëngoni pjesën e gjurit që juve ju dhëmb me një fash elastike. Mundohuni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhin e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk përfshin një aktivitet fizik të plot, futjen e gjunjëve në punë. Vendosni astëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa ju pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq dhe një filxhan me vaj ulliri. Përzieni përbërësi derisa masa të bëhet homogjene dhe më pas me të masazhoni pjesën e gjunjëve. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përzieni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhoni kështu pjesën e gjurit në zonën që juve ju dhëmb. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit
konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.